Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Sonte do të flasim për një temë të rëndësishme që ka të bëjë me përfshirjen e rinisë dhe komuniteteve etnike në media. Të ftuarit tanë janë Mustafa Balje, gazetar dhe shkrimtar, Donat Nigja nga OJQ Space Ed dhe Jon Kërmiza nga Asambleja Komunale e Fëmijëve. Të nderuar, mirëservët, kënaqësi ju kem në studio. Bisedën e fillojmë me një pyetje të thjeshtë, por të rëndësishme. A janë të përfshirë sipas jush të rinjët dhe komunitetet etnike në media? Ju falenderoj për ftesën. Mendoj që rinia është prezentuar në mediat, veç jo çaq sa ka nevojë, sa është kërkesa e rinisë. Mundet me qenë shkak edhe rrjetet sociale që janë një farloj me thonë za media më shpejt, sidomos prej komuniteteve muj me tregu që është përfshirja në mediat publike, shembull, në Prizren ose në nivel qendror, 50% muj me thonë, nëse e vlerësoj përmbajtjen, përfshirjen, nuk është në nivel kënaqshëm. Faleminderit shumë edhe njerë për ftesën. Për sa i përket përfshirjes së të rinjve dhe komuniteteve jo shumic në media, sidomos nëse e shohim në aspektin lokal, unë mendoj që janë të përfaqësuar deri me një pikë, gjithsesi mendoj që ka hapësirë më shumë për përfshirjen e tyre. Ka organizata të ndryshme, media të ndryshme të cilët inkuadrojnë edhe inkurajojnë të rritë për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve, gjithsesi gjithmonë ka hapësirë për të përmirësuar në këtë pjesë. Gjithashtu pajtohem me aspektin e mediave sociale dhe zhvillimit të inteligjencës artificiale, e cila gjithashtu i ka lehtësuar këtë pjesë të rinjve për të përfshirë dhe ndoshta edhe fokusi është më i madh në këtë aspekt, në këtë pjesë. Jone, cili është mendimi juaj? Atëherë faleminderit edhe një herë për ftesën, ndjej kënaqësinë që jam sot në mesin tuaj. Sa i përket rreth kësaj teme, ne po e shohim që ditët e sotme gjithnjë më shumë është një përfshirje më e madhe e të rinjve dhe komuniteteve të ndryshme në hapësirat mediatike. Çfarë ndjej unë kënaqësinë është kur shoh që të rinjt sjellin interesimin më të madh, edhe pse ndoshta nuk kanë ndonjë ftesë ose nuk e kanë ndonjë lloj mundësie që të jenë pjesë e mediave, po ata vetë shfaqin një lloj interesimi që të kërkojnë, të hulumtojnë apo të gjejnë një lloj mënyre që të shfaqin këto kërkesat apo interesimit e tyre në mënyrë më të duhur. Dhe ndjej keqardhje shumë të madhe kur shoh që ndoshta të rinjt janë jo të interesuar rreth kësaj pjese edhe nuk e dinë në thelb rëndësinë edhe peshën e madhe që përmbajnë mediat. Zotri Balje, cili është roli i këtyre të rinjeve në media? Roli i rinisë në media është për mu një farloj mundësi e avancimit mas pari në proceset që janë lidhur me edukimin, sidomos me edukimin, më vonë edhe me punësimin, në ekonomi, në zhvillimet kulturore, artistike, domethënë varet shumë edhe prej rinisë sa dojnë me shfrytëzu këtë hapësirë. Najherë edhe hapësira nuk kërkohet, ofrohet. Domethënë shumë e rëndësishme është edhe oferta e rinisë. Domethënë sidomos prej komuniteteve. Ani tena që ekziston një problem gjykësor, sidomos Prizreni është njohur si një vend multietnik, multigjykësor edhe multikulturor. Aty mundet me qenë problem, shembull komunikimi gjykësor, duhet me mësue edhe gjuhën domethënë e komunitetit shqiptar, sidomos prej komunitetet të vogla, vetëm hapësira mundet me zmadhu nëse zgjidhet ose mundohet me zgjidh problemi gjykësor. Roli i rinisë është pazavendësueshëm një farë, se ajo rini nesër duhet më konë qytetarët që e zhvillojnë vendin edhe qytetin. Donat, na trego pak pse të rinjat sipas teje duhet të përfshihen në media?
Njëra prej arsyeve kryesore për përfshirjen e të rive nëpër media është gjithashtu edhe ekspozimi në informata dhe gjithashtu njoftimi i të rinjve të tjerë për informatat dhe ngjarjet të cilat ndodhen në qytet. Normalisht është gjithmonë e kënaqshme kur shet të rinj të cilët janë pjesë e mediave lokale, por gjithashtu edhe të mediave në nivel qendror. Përveç saj, është shumë e rëndësishme që unë kom vrejt që ka edhe iniciativa të ndryshme për shkollim dhe trajnim të rinjve në pjesën e gazetarisë dhe përfshirjes në media, por edhe rëndësia kryesore e përfshirjes së tyre është edhe një perspektiv tjetër. Për shkak se gjithmonë me përfshirjen e tyre japin një perspektivë e cila tregon më shumë për përfshirjen e tyre, për interesat e të rinjve në përgjithësi dhe për angazhimin e tyre. Kështu që edhe mediat mund të jenë më të fokusuara kur kanë informata më shumë prej të rinjve të cilët janë të përfshirë. Joni, cili është interesimi i të rinjve për të punuar në media? Si e sheti? Atëherë, ditë sotme unë shoh që të rinjt janë të fokusuar shumë në pjesën e mediave, ndoshta vetëm në pjesën e mediave të rrjetet sociale apo tek platformat e ndryshme digjitale, edhe duke mos dhënë një rëndësi ndoshta shumë të madhe se çfarë po përdorin apo çfarë po monitorojnë ata si vetë rinj. Sa përket pjesës dëshirës së tyre ndoshta apo interesimit që të jenë të fokusuar dhe të punojnë në media televizive apo edhe lloje të ndryshme është më i ulët. Ndoshta kjo është edhe nga mos vëdësimi që e marrin nga persona të tjerë, në këtë rast nga të rriturit, që sa e rëndësishme është media edhe me sa kujdes duhet që të punohet në ato. E për këtë arsye mendoj që ndoshta kur të vijë momenti që të rinjt ta shohin se një vend pa media edhe pa burime të sakta të informacionit dhe monitorimit të gjitha informatave, nuk do ekziston një vend i fortë, ata do kuptojnë se sa e rëndësishme është puna edhe ngritja e nivelit qendror edhe lokal. Pse sipas jush kjo përfshirje është kaq e ulët? Une mendoj edhe disa herë kam potencuar në publik ekziston një problem e edukatës mediale të rinjia, sidomos në përfshirjen e plan programeve që ekziston në për shkollat tona, në arsim. Mendoj që është koha për me mendu që duhet me përfshirë kulturën mediale si një farë lëndë në për shkollat, sepse rinia pak po din ose nuk din fare për mediat edhe rolin e mediave. Domethënë, është ma shumë diçka që është servuar prej, me thonë prej të mlajt ose prej qëta që ndikon në jetën mediale, është koha për me mendu që duhet përfshirje e një lënd special në për shkollat, ku rinia mundet me pas qasje edhe në dijen teorike edhe praktike, çka ofron media edhe çfarë role ka. Unë kam qenë përfshirë sepse jam edhe trajner licencuar për lëndën intervistat dhe teknikat e intervistimeve. Disa herë kam qenë përfshirë në kurset që ofron dije të trimve, sidomos prej krejt komuniteteve, disa herë kam qenë, edhe shihet që mungesa e dijes të rinia është shumë e madhe. Ani që na po mendojmë që ata e kanë telefonin me vetë se nuk e din që çka mundet me bo, shembull me një telefon menç, shembull, që mundet me xhiru, me qenë si një farloj citizen journalist ose qytetar gazetar. Domethënë, dienia është në nivel ult, shkaku i mos përfshirjes e një lënd ekstra lënd në shkollat tona, në arsimin tonë ose në plan programet shkollor. Donat, pse është kjo përfshirje jo e kënaqshme sipas teje? Unë gjithashtu pajtohem me pjesën e edukimit formal. Mendoj që është një pjesë e cila do të kishte një ndikim shumë më të madh në interesimin e të rinjve në media dhe në inkuadrimin e tyre në media. Mendoj që plan programet mësimore fokusohen shumë në mësim përmendsh, edhe fatkeqësisht nuk janë shumë të fokusuar në pjesën e intervistave, sikurse u përmend, ose në pjesën e njohurive dhe hulumtimit
të sakt, të cilat gjithashtu i ndihmojnë të rit, për me qenë më shumë të informuar, për shkak se është shumë e rëndësishme edhe autenticiteti i informatave. Do me thonë, pjesa e fact check, që i themi, ku me fillim në shkollë të mesme do t'ishte shumë më përfituese për ta. Por gjithashtu mendoj që edhe mundësit janë më të limitume, sidomos në aspektin lokal, edhe mendoj që mundet me pas më shumë iniciativa edhe për organizatave jo qeveritare, të cilat edhe nëpërmjet edukimit jo formal, mundohen që t'i informojnë të rit për rëndësinë e inkuadrimit të tyre në aspektin medial. Sa përket rreth kësaj teme, unë pajtohem plotësisht me mendimin e dy zotrinjve, pasi edhe unë jam nxënës dhe e kuptoj me të vërtetë se sa e rëndësishme është të kemi ndoshta ndonjë lëndë të pjesës edukimit mediatik. Kur kam qenë në shkollë fillore, ne kemi pas vetë si një iniciativë nga nxënësit që ta formojnë vetë si shkollë një klub medial, edhe ti ndërmarrin disa masa të ndryshme edhe të punojmë gjithë së bashku për të arritur qëllimet tona, si për shembull të mbajmë podcaste të ndryshme me temat që me të vërtetë janë shumë profitabile për gjithë nxënësit, po ashtu edhe për gjithë popullatën, që cekin një rëndësi shumë të madhe në ditët ku po jetojmë. E për këtë arsye duhet që pjesa mediatike, interesimi mediatik dhe vetdia se si të punohet në media të jetë jo vetëm nga nxënësit, po për çdo orë mësimore ndoshta t'ja kenë të ngulitur në kokën e tyre edhe mësimdhënësit apo stafi shkollor apo të organizojnë ndonjë iniciativë të përbashkët që ndikojnë pozitivisht në këtë pjesë. Sa është e nevojshme përfshirja e të rinjve nga komunitetet etnike në media? Kemi biseduar edhe përpara për këtë çështje. Komunitetet janë në një pozitë disfavor në këtë proces, sidomos komuniteti bosnjak, cili i takoj une, edhe komunitetet turk ose rom, thash që është problemi të gepi është të përmbajtja gjykësore. Për shembull, një gazetari që është prej një medi që funksionon me gjuhën shqipe, duhet shembull një deklarat që është shembull 1 minutë që duhet me përkthy, domethënë ka shumë të lashe. Aty domethënë është nuk mundet ajo lehtë me zgjidh, ani që televizionet lokale këtu ofron mundësit për prezentimin e problemeve, e tash edhe komunitetet duhet jo vetëm me pas qasje, edhe duhet me kontribu edhe pak, me njoftu pak edhe gjuhën e shumicës, edhe ajo është si nevojë, vetëm është obligimi prap, ose përgjegjësia është e komuniteti që është shumicë. Domethënë, duhet trajnime, duhet edukime, duhet shumë programe që ofrojnë, që tërhiqë, domethënë, që mundet me afru domethënë komunitetet jo shumicë. Domethënë, aty është përgjegjësia, po them prap, edhe te komuniteti shumicë që duhet pikpamje mediale me programe ose me kursime avancume me përgadit rinjen që i takon prej komuniteteve jo shumicë që me qenë përbashkët me komunitetet tjera. Donat, ju si pjesë e shoqërisë civile, e keni trajtuar ndonjëherë këtë temë? Në aspektin lokal nuk është trajtuar fatkeqësisht me rëndësinë të cilën e ka. Normalisht që bashkëpunimet me organizata të cilët promovojnë mediat dhe të rinjt, të cilët inkuadrohen në këto media, janë gjithmonë të mirëseardhura. Ne si shoqëri civile, përkatësisht si shoqat rinore, normalisht që duhet bëjmë më shumë në inkuadrimin e të rinjve dhe në informimin e tyre në aspektin e mediave, por gjithmonë lem për të dëshiruar kjo pjesë. Unë mendoj që në aspektin nacional, pra qendror, është e trajtuar me më seriozitet, sidomos në aspektin e shoqërisë civile, për shkak se ka më shumë organizata të shoqërisë civile të cilat trajtojnë këtë çështje, janë të specializuara dhe të fokusuara në aspektin e mediave dhe inkuadrimin e të rinjve në këtë pjesë. Kështu që në aspektin lokal në Prizren, unë mendoj që mundemi me bëni punë shumë më të mirë, sidomos në bashkëpunim, në ofrim të shërbimeve, në projekte interaktive të cilat i ndihmojnë të rinjt në përgjithësi në këtë aspekt. Joni në Asamblenë Komunale të Fëmijëve, a keni antar të komuniteteve dhe si e vlerësoni pozitën e tyre?
Po patjetër që në Asamblenë Komunale të Fëmijëve ne kemi edhe anëtarë të komuniteteve të ndryshme, edhe patjetër që pozita e tyre vlerësohet një lloj si për gjithë anëtarët tjerë të asamblesë. Pra si në marrjen e një informacioni, si në paraqitjen e ndonjë kërkese apo ankese, të gjithë vlerësohen një lloj. Po ashtu edhe në zgjedhjen e kryesisë kur e kemi në si asamble, ka raste që edhe zgjidhen anëtarët të komuniteteve të ndryshme, pra nuk ka të bëj asnjë lloj gjykimi apo diskriminimi. Pasi vetë në si asamble e kemi për detyrë që të punojmë dhe të veprojmë që këto dukuri negative t'i zhdukim sa më parë siç janë diskriminimi e dhuna në baza gjinore, etnike e fetare. Të nderuar, përfshirja e të rinjave dhe posaçërisht atyre nga komunitetet, çfarë ndikimi do të kishte sipas jush? Normal që ndikimi kish me pas më i madh, tash momentalisht ani që ekziston disa organizatat rinore shembull që kanë bashkëpunim edhe me shqiptarët, me turqt, me romt, ekziston domethënë çësia, vetëm besoj që me programet, me seminare të ndryshëm, me vedisim përmes edhe Kuvendit Komunale, Prizrenit edhe në qendër nivel mundet me ndiku shumë të rinia, sidomos të ata që i takojnë komuniteteve jo shumicë. Përfshirja e komuniteteve jo shumicë, sidomos në këtë temë, është shumë e rëndësishme. Normalisht konsiderojmë që në vitin 2022 edhe gjuha rome është zyrtarizuar si gjuhë lokale në Prizren, edhe ka dhënë një mundësi edhe më shumë edhe ka promovu gjithë përfshirjen në Prizren. Normalisht që ka probleme teknike, ka probleme të përkthyesve, sikurse u përmend, por gjithsesi promovimi dhe gjithë përfshirja e gjitha komuniteteve në aspektin medial siguron edhe një përfshirje më të fokusuar të tyre. Për shkak se gjithashtu krijon një mënyrë më efikase ku të rinjt bashkëveprojnë dhe krijojnë aktivitete shumë produktive së bashku. Atëherë ne si qytet multietnik besoj që jemi më i duhuri që ta shfaqim këtë lloj interesimi dhe ta shfaqim këtë lloj bashkëpunimi mes gjithëve në mënyrë shumë të saktë edhe profesionale. E kemi mundësinë që të bashkëpunojmë me gjithë komunitetet, edhe patjetër si një qytet multietnik kur mirën mendimet e gjithë komuniteteve apo gjithë individëve të ndryshëm, do të jetë ndoshta një vend më i bukur me mendime më të shumta, edhe t'ja dalim që të arrijmë një konkluzion se çfarë dëshirojmë të bëjmë apo të realizojmë. Po patjetër, duke i marrë parasysh gjitha mendimet apo gjitha kërkesat e gjithë anëtarëve apo gjithë individëve që ne bashkëpunojmë, pra pa asnjë lloj dallimi, edhe besoj që kështu ne mund të arrijmë rezultatet tona, të cilat i kemi para pa më herët. Çfarë mendoni? A duhet të ketë ndoshta më shumë media, sidomos atyre të komuniteteve? Tash ajo është kapacitetet e mediave janë lidhur direkt me gjendjen ekonomike, domethënë për me hap një televizion ose një studio radio ose një podcast duhet investim. Tenan nuk ka interesim madh për këtë lloj domethënë hapjen e programeve të reja. E di që ka pas disa iniciativë, ekziston do portale, 2 portale veç shkaku i kapaciteteve dhe probleme financiare, ata nuk kanë mundësi nuk kanë interesim për me zhvillu këtë lloj formimin e mediave. Ashtu që ata janë më shumë fokusuar në rrjetet sociale për shkak e mungesës, edhe nuk ka interesim qaq sa duhet në komunitetet jo shumicë. Donat? Gjithashtu mendoj që është shumë e lidhur me burimet njerëzore, gjithashtu, po përveç të tjerave, për mendimin tim është shumë e rëndësi edhe pavarësia e mediave, edhe normalisht aspekti financiar e cakton këtë pjesë, ka një rol tjetër, ka ndikim në këtë pjesë. Unë mendoj që kemi media shumë të mira në Prizren, në aspektin lokal, të cilat kontribuojnë edhe promovojnë aktivitetet në Prizren, por gjithsesi mendoj që pavarësia e tyre është gjithmonë e mirë se ardhur dhe shumë e rëndësi, dhe kjo mund të më ndiku në kualitetin e informatave të cilat të rritë gjithashtu ekspozuar. Joni? Për mendimin tim, mendoj që ndoshta duhet të ketë media ende më shumë që të rinjt mund të shfaqin mendimet e tyre në përfusha të ndryshme.
Por çfarë dua të them është jo gjithkush mund që ta hap një media apo një televizion edhe të mundohet që të punojë aty. Pasi është një gjë shumë e përgjithësi të madhe. Po i shohim që sot ndoshta shumë prej emisioneve të ndryshme, podcasteve apo prej burimeve të ndryshme që ne po i marrim informacionet apo çfarë po i shikojmë në për ato platforma të ndryshme, ndoshta nuk janë të licencuar për punën që po e bëjnë edhe nuk po e bëjnë me përpikmëri edhe siç duhet, siç takon një televizioni apo një bote të internetit. Po i marrin disa informacione që ndoshta nuk janë të nevojshme fare për ne, kemi të ftuar në për emisione që ndoshta nuk na hyjnë edhe fare në punë, ndoshta tema është diçka tjetër edhe diskutohet për diçka tjetër, edhe për këtë arsye mendoj që po i jepet një lloj rëndësie më shumë temave pa vlera, edhe po mbetemi ne ana si të rinj me ato tema që me të vërtetë po na shqetësojnë ditëve të sotme. E për këtë arsye të gjithë ata që dëshirojnë si të rinj, si mosha më të shtyra që të dëshirojnë të hapin ndonjë medie apo që punojnë ato, duhet të kenë parasysh fillimisht duhet të jenë një njeri me një përgjegjësi shumë të madhe e më pas të filloj edhe të punoj të veproj për vendin tonë. Çfarë do të thoshit për fund të kësaj bisede? Zotri Balje? Ja bih ako može i na mom materinjem bosanskom jeziku da nešto kažem o ovoj problematici. Volio bih da naša omladina, posebno pripadnici bošnjačke zajednice, ali i ostalih, da shvate ozbiljnost ove problematike, jer medijska kultura stvara mogućnost razvoja. Bez obzira da li ste u sferi obrazovanja, ekonomije, kulture, pa i politike, a sa druge strane otvara mogućnost da omladina upozna isto svoje, pa ne mora da budu isto mišljenici, ali i svoje sugrađane sa kojima žive, recimo, u zajedničkoj sredini, sa njihovim problemima, tako da moja je preporuka omladini da jednostavno što više istražuje, ne koristeći fake news, odnosno lažne vijesti, nego jednostavno da komunikaciju malo pojača u smislu toga da se organizuju neki kursevi sa svim pripadnicima iz ostalih zajednica. U tom smislu ih ohrabrujem i mi stojimo tu na raspolaganju. Kad kažem mi, onda mislim na one ljude koji učestvuju u stvaranju medija, bez obzira na kom jeziku. Hvala. Gjithashtu mendoj që është shumë e rëndësishme pjesa e edukimit medial, për të cilën organizata të ndryshme në Prizren duhet të fokusohen më shumë dhe të bashkëpunojnë në organizimin e trajnimeve, në organizimin e sesioneve të ndryshme të cilat i ndihmojnë të rinjt në përgjithësi në zhvillimin e shkatësive të tyre në këtë aspekt. Gjithashtu besoj që është e rëndësishme që të rinjt të jenë të fokusuar në zhvillimin e aftësive të tyre ndërpersonale, gjithashtu me këtë pjesën mediale, për shkak se mendoj që inteligjenca artificiale tash luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën e të rinjve, por besoj që është shumë e rëndësishme që të jetë me sasi të caktuar, që në këtë mënyrë të rinjt të mos i humbasin shkatësitë e tyre hulumtuese gjithashtu. Mendoj që një bashkëpunim më i mirë i shoqërisë civile në aspektin e përfaqësimit medial të të rinjve është shumë i rëndësishëm, për shkak se kjo edhe i kontribon edhe qytetit të Prizrenit, për në përgjithësi edhe në aspektin shtetëror. Joni? Atëherë, unë për fund do i sugjeroja gjithë të rinjve që sa më parë të jenë të kyshur në hapësirat mediatike. Por, si që thashë edhe më herët, duhet ta kemë parasysh këtë pikën që duhet jenë shumë të përgjithshëm në punën që ndërmarrin, edhe të kenë një përgjegjësi shumë të madhe për ata çfarë po e bëjnë apo veprojnë. Gjithashtu edhe një lloj si kërkesë që ne dëshirojmë gjithë të rinj besoj nga komuna është që të na ofrojë më shumë mundësi që të shfaqim mendimet tona lirshëm në për media të ndryshme televizive edhe të diskutojmë temat që kemi nevojë edhe që na shqetësojnë më shumë. Por gjithashtu jo vetëm komuna, edhe në nivel qendror, gjithë çfarë mund të bëjmë për ne që na ofrojnë më shumë mundësi, ne jemi shumë të kënaqur sepse kështu mund që opinionet tona të dëgjohen edhe ndryshimi të sjellë fuqinë të madhe. Të nderuar, ju falenderoj për kohën tuaj dhe për kontributin tuaj që ta trajtojmë këtë temë të rëndësishme. Faleminderit dhe një herë. Përfshirja e të rinjeve dhe komuniteteve etnike në media mbetet një temë rëndësishme. Unë shpresoj që ky debat të nxjisë reflektim dhe ndryshim. Faleminderit dhe mirupafshim.